Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. E prura kokën më në fund të gjeta orarin, falenderojmë sekretares që na bëri të mundur një takim tek për tek me zotin Kondi. Mirë se erdhe në Buçi Podcast. Mirë se u gjeta, bëhet qefi që më në fund të arritëm ta bëjmë këtë podcast së bashku. Bukur, fort. Miq të dashur, ky është një mik i podcastit, siç jeni ju, po edhe më shumë se ju. Nuk i dihet, kështu që do t'i digjni like e komente, nuk diskutohet fare këtë episode dhe edhe subscribe, më the të thash gjërat e tjera që nuk do ju bezdisin fare këtë episod me reklama. Orel, ç'a bone? Si je? Mirë, ja, sa mbarova punë kam pak, si shkoj dita? Dita plako ishte e mbushur jashtëzakonisht shumë, kishim shumë punë, moti ishte shumë i bukur, të qante shpirti gjatë gjithë kohës të merje, nxjerrje një karrige dhe një shishe birë për jashta, ishte ai dielli aq i bukur, po që ç'a ti bëjmë avazin, që janë kalamajt, do punoj Robi, s'ke ç'a bën. S'duhet mërzitemi tani, këto janë kushtet e Berlinit. Ti ke pas punë? Ke pas kërkesë? Mirë, kjo javë ka qenë pak e qetë, me thënë drejtën, jo shumë, po që në përgjithësi ti ndoshta më njeh mirë se gjithë të tjerët, kështu që e di sa e ngarkoj. Po busy man, prandaj duhet të blejmë çokoladata sekretares, nuk diskutohet. Ore se do mërziten këta nëse e shtyjmë atë prezantimin përpara, thonë që ore vlla, kush është ky? Po ju se njihni turp ju vi. Më thënë po që gjithsesi Aureli për mbi të gjitha është një miku im, për gjërat e tjera, se kjo është më e rëndësishme normale. Pastaj për mua të paktën. Për gjërat e tjera Aureli flet vet. Kush është Aurel Kondi? Suspans. Okej, për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Aurel Kondi, kam mbaruar informatikë ekonomike në Tiranë, prej 2018 ndodhem në Berlin. Këtu kam bërë një Weiterbildung ose siç mund ta quajmë ndryshe further education ose bootcamp për full stack software engineer. Edhe prej 2018 punoj si software engineer në një kompani. Gjithashtu jam dhe një networker, për këtë më njohin shumica e Berlinit, le të themi. Jam djali i eventeve të mëdha, le të themi. Ska, jo. Ajo është, le të themi, epiteti i duhur, epiteti më i gjendur, domethënë, më bukur nuk e kisha thënë dot as vet. O plak, ke studiuar në fillim në Shqipëri, si ka qenë të studioj në Shqipëri? Të ka munguar në një se ti e ke pasur, le të themi, pak luksin që shumë persona nuk e kanë, që ke bërë dhe një kualifikim jashtë, më thënë dhe ke parë se si është mësimdhënia jashtë. Ç'a të ka ngelur kështu në një fiksim nga ajo shkolla në Shqipëri që thoshe, po ta kisha këtë do ishte më mirë. Nuk mund të them që më ka ngelur në një gjë fiksim, po në sensin që shumica prej nesh e dim që si janë shkollat në Shqipëri, le të themi gjithmonë mungesa më e madhe që mund të them që kemi pasur në universitet ka qenë thjesht pjesa e praktikës, për arsye sepse laboratorët ose vendet ku njerëzit mund të praktikoheshin, flas për fushën time, domethënë informatika, kanë qenë shumë të pakët në numër edhe nuk ta jepnin mundësinë që të rritesh, ndryshe nga jashtë, Berlini që i ka të gjitha kushtet edhe mundësitë si të rritesh, po ajo që mund të them më shumë është çfarë më mungon nga universiteti, normalisht është shoqëria patjetër, kohët e arta që kalonim me çunat edhe me gocat. Kështu që nëse do më vinte edhe një herë mundësia për të rikthyer, do ta bëja me gjithë qejf, pse jo. Wow. Ti zgjodhe të bëje bootcampin direkt mbasi mbarove domethënë shkollën atje? Jo, unë në 2017 kam qenë për disa muaj në Stockholm, edhe mbas asaj u transferova në Berlin, kisha një shok të mirë këtu që më thoshte gjithmonë duhet vish këtu. Ky qytet është për ty. E njoh kapacitetin tënd, çfarë ke bërë në Tiranë, për arsye se në Tiranë kam punuar edhe si PR për 4 vjet në një night club. Shumica e njohin si Cinco Cavalli ose ish Matrix. Edhe pastaj kur erdha në Berlin 2018, thash, ok, le ta provojmë, erdha si gjithë emigrantët e tjerë normalisht. Vështirësia më e madhe ishte gjuha. Kontakte nuk është se kishim shumë, njihnin vetëm 2-3 kokëra, ndryshe nga dita e sotme. Po. Edhe ishte shumë e vështirë si fillim, po kemi kaluar gjithë ato që ka kaluar çdo njeri. Mos të qajmi tani të themi se poshturës nuk është se kemi fjetur normalisht, kështu që.
Jo, normalisht, po gjithë secili ka të vet atë. Edhe fakti që nuk e fjetur poshtë urës nuk do të thënë që ka qenë çdo gjë fush me lule kështu asfalt. E ke parasysh Jo, nuk. patjetër vështirësitë e veta. Sidomos ti e di më mirë se mua se ke më shumë se 8-9 vite në Berlin, kështu që është ai momenti kur vjen për herë të parë njerëzit shikojnë kush je dhe ti je komplet i çoroditur, nuk di nga merret treni, nga merret autobusi, kupton? O plaksiste për herë të parë kur zbrite në fillim fare, domethënë era edhe e kishe ndarë mendjen, okay, un tani jam këtu. Si të duk vetja? Kam një histori të lezetshme me këtë. Mbaj mend kur erdha për herë të parë, kisha qenë më përpara edhe në vende të tjera jashtë. Po kur erdha në Berlin këtu, ai shoku që më priste thjesht më nisi location që duhet shkoja te shtëpia, mbaj mend jetonim në Wittenau. Edhe kur zbrita në aeroport, thjesht hapa locationin edhe mora trenin në Brandenburg, asaj kohë kur ka qenë terminali i parë, edhe po ikja për shtëpi. Tani rrugës e ke parasysh ku ka qenë një stacion që të ndante nga tiket ABC, nuk e kisha precën sepse nuk e dija dhe vjen një sirian, një djalë që donte të më ndihmonte, edhe kur e pa biletën time që kisha prej vetëm AB, më thotë që ke prej gabim, thotë duhet ta presh ABC, thotë se zakonisht dalin controller edhe mund të hash gjop. Edhe okay, thash më ndihmoj ai, ke parasysh pak e vështirë me këto makinetat. Edhe ma prejo ABC pastaj, kurse për veten e vet nuk ishte prer fare. Edhe hypim Qa perle. Edhe hypim në tren, edhe doti që sa mi dhe tira trenit, del controller aty dhe e thot përshëndetje djema, bileta ty lutem. Okej, nxjerr biletën time, çdo gjë okay. Ky shkreti nuk ishte biletë. Jo. Edhe i kërkuan pastaj Ausweisin që ta kontrollonin normalisht. Edhe ishte nga këta sirianët, besoj do të qenë nga këta që kanë ardhur me kohën, e ke parasysh që nuk kanë të ardhur që të blenë as bileta ose ku e diun janë thjesht refugjatët. Edhe nxorën jashtë nga treni, pas edhe merri shumë gjunav që ai më tregoi mua, domethënë, shpëtova unë, po vetë ai ngri gjop, kupton. Çfarë kjo është definicioni i mirit të tjerëve i keq i vetes, domethënë. Po, që na ka paguar 60 euro i shkret. Po e çuditshme, domethënë dita e parë normalisht se në 2-3 ditët e para ishte okay, do dalim, do shikojmë ku do shkojmë. Po që ka qenë histori, domethënë ka qenë një periudhë gati 2 vjeçare le të themi që nga momenti që kam shkelur këtu ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Pastaj mbas 2 viteve shumë gjëra ndryshuan, gjua u mësua deri diku, kështu që çdo ditë në vazhdim vetëm lehtësojnë gjërat. Kur erdhe këtu ti u futet direkt tek ai kualifikimi i bootcampi që përmendëm përpara apo kishe ca kohë që merresh me gjërat tua? Jo, kisha disa kohë që kam punuar shumë punë të ndryshme dhe pastaj në një moment vendosa thash duhet të bëj diçka për jetën time, kam mbaruar një shkollë në Tiranë dhe pse jo, pasi mësova edhe pak gjuhën, atëherë vendosa bashkë me një shokun tim të ngushtë që kisha këtu që të vazhdoja një bootcamp, edhe prej asaj dite arrit atë që doja me pak fjalë dhe tani jam punoj në fushën time dhe jam shumë i lumtur për këtë pjesë, domethënë. Jo, edhe unë jam i lumtur për këtë pjesën plak, edhe unë kam një lloj krenarie personale, domethënë që shumica e rrethit tim miqësor ku ti bën pjesë, domethënë, po edhe një pjesë e mirë e të ftuarve që janë thjesht njerëz të njohur ose miq të largët, le të themi, të gjithë kanë një lloj, le të themi, vetë arritje, kanë një farë lloj si themi, vetë ndërtimi të gjërave, që kam pasur periudha, kam mbaruar një shkollë, po ka bërë punë të ndryshme, po s'ka punuar në profesion, po ka bërë këtë gjë, ka bërë atë tjetrën, dhe vjen ai momenti pasaj që është, le të themi, vetë iluminimi, që thotë që okay, ne bëm çka kishim për të bërë këto gjëra, domethënë tani erdhi koha për të bërë diçka tjetër, edhe i futesh në rrugë, ja del, domethënë me sukses edhe vazhdon pastaj me ato planet e tjera. Ajo është e bukur që ke ardhur nga zero dhe je dikush i sot, le të themi. Kjo është arritja dhe suksesi që ti krenohesh me veten tënde, kupton? Shumica e të tjerëve kanë ardhur shumë ndryshe, kanë ardhur me shkolla, kanë ardhur direkt në punë, po kjo faza që kemi ardhur si fillestar dhe kemi arrit diku tani më bën të ndihem shumë mirë. Mahamad se na jep, shiko, në fillim duket pak gogolgjeja, domethënë se duket që po boja do bëj këtë, kupton, do ishte mirë po të kisha direkt një punë, do ishte mirë po të kisha direkt atë shkollën e tjerë, domethënë, po kur e shikon tash, që shikon çdo gjë nga mbrapa, automatikisht ose le të themi automatikisht. Hajde, po themi në përgjithësi, në shumicën e rasteve, domethënë, deri diku nga që je i sprovuar si njëri që kaluar disa gjëra, domethënë, në mënyrë pasive të bëhen çik më të aftë sa një shumicë që i ka pasur gjitha gjërat të kopsitura që fillim. Kur i ke prekur të gjitha fushat e Berlinit, atëherë nuk ngec në asnjë vend, po thon.
Pastaj ka të bëjë edhe shumë pjesa networking që ne mund ta flasim në pjesën e dytë, po networku është shumë i rëndësishëm, valla, nëse ti nuk njeh njerëz, domethënë je komplet i humbur. Domethënë ka dy njerëz, ata që kanë shumë lekë dhe paguajnë për gjetur diçka dhe ata që nuk kanë lekë ose kanë diçka, po nuk kanë nevojë sepse i njohin ata persona, kështu që varet cili je, thonë, është shumë e rëndësishme që ti njohësh njerëz, të paktën në emigrim shqiptarët normalisht si për të mirë si për të keq që ke gjithmonë në krah dhe t'japin ato ndihmesat e tyre, kështu që besoj është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Shiko se pavarësisht ne do diskutojmë edhe gjatë bisedës, domethënë gjatë gjithë kohës do përmendet kjo pjesa, po që formimi i rrjetit, domethënë edhe krijimi i një farë lloji rrjeti rreth vetes, domethënë si me qëllim, si pa qëllim, është diçka që fatkeqësisht jo shumë persona e kanë, ose le ta themi më saktë. Për ta thënë më saktë, janë të rrallë persona, domethënë që punojnë aktivisht për të ndërtuar një rrjet. Edhe po ashtu të rrallë janë dhe ata që kanë në rrjet, e kupton? Po këta që punojnë aktivisht për të krijuar rrjetin, ku unë besoj që ti bën pjesë, domethënë, janë vërtet persona shumë të rrallë, janë është si një farë lloj dhuntie, siç mund të ketë dikush që i bie pianos edhe fylli, domethënë, dikush tjetër është e ka dhunti, është people's person, që merret vesh me njerëzit, ditë të flasi, nuk i vjen zor sa sigurisht, sidomos kur edhe i vogël për shembull, normalisht edhe turp ke siklet, gjëra, ke parasysh kur jam unë çfarë i them, çfarë i bëj, kështu që e ke parasysh duket një moment e ngatëruar, kështu që është një perk shumë i madh kjo që ke si person ti. Po, domethënë ti je pjesë e shoqërisë time, tani dhe të gjithë ata që janë pjesë e shoqërisë time më njohin për këtë gjë, kështu që unë kam pasur, domethënë mendoj që është diçka e lindur, le të themi, kam qenë gjithmonë ky personi super ekstrovert, nuk kam qenë kurrë introvert, nuk kam pasur problem kurrë që ti flas një njeriu, qoftë ai nivel më i ulët ose më i lartë. It doesn't matter, në një moment i mund t'i flasësh kujdo dhe aty tregon veten kush je ti, kur ke domethënë kur ke guximin që ti flasësh kujdo, mos ti jesh ai tipi që ndihesh indiferent ose ka pasur shumë njerëz që kam njohur që kanë marrë pjesë në për disa evente kur shkonim atëherë në fillim në këto meetupet që ishin international, edhe rrinin nga një orë e gjys në bar ose në vendin ku ishim, edhe kur i pyesja që si të duket me kë fole, ai thoshte me asnjë. Edhe unë që e pyesja i çuditur, po si me asnjë valla, për çka ke ardhur këtu? Okay, po është pak e vështirë. Edhe unë tamam nuk arrit ta kuptoj dot botën e tij, kupton? Më duket shumë e çuditshme dhe i them vetes ndonjëherë, po pse kaq e vështirë është që të flasësh me njerëz, kupton? I mendoj këta njerëzit që nuk i flasin tjerëve si, domethënë, është kjo që thotë ti që o e ke ose ke, kupton? O je ose si je. Edhe unë mundojmë që ti shtyj njerëzit gjithmonë që shiko, foli, bëj, po që janë disa persona që nuk munden, edhe është diçka që nuk. Shiko, përveç se persona, të ndalemi pak te kjo pjesa, domethënë se është e rëndësishme, domethënë. Sidomos për ne që jemi larguar larg shtëpisë le të tjera dhe na është dashur domethënë që të miksohemi me njerëz të tjerë si në punë apo ku dëgjon pak rëndësi ka. Okej, është siç është pjesa domethënë që e kanë të lindur by definition, domethënë është edhe pjesa që e kanë komplet anën e kundërt, domethënë që janë taze fare. Po janë një pjesë e madhe, le të themi diku te gjysma e gjithë popullsisë, mendoj unë, janë diku në mes, domethënë janë njerëz që jo domosdoshmërisht janë introvert, por mund të jenë të turp, mund ta kenë pak sikleta të pjesën e fillimit, domethënë edhe ndron kjo. Janë pak të ndrojtur edhe nëse do kishe diçka për të thënë, nëse ti do ishe mentor ku dëgjoni një studenti apo një gjë, si mund t'ia shpjegosh diçka të tillë njeriu që shiko se është gjë që duhet ta bësh, mund ta bësh kështu, mund ta bësh ashtu, mos ke turp, domethënë si, nëse ty për shembull do të vinin në krye të 5 studentëve që vinë këtu në mënyrë vullnetare të bëhesh mentor, thoshin, "No, valla ti do i mësosh ta si të çajin në jetë", domethënë, po thjesht pa mjete, pa resurse, le të themi materiale, po me resurse të tilla, me dije, me përvojë etj. Si mund t'ia shpjegosh një njeriu, domethënë, që të krijosh një rrjet është e domosdoshme, edhe kryesore pse që s'është aq e vështirë. Pyetje e bukur kjo, më pëlqen pyetjet e tua zakonisht. Ideja është që mendoj që gjithmonë pjesa që arrin t'i flasësh tjetrit ka gjithmonë një rrjet përpara. Ti ke një rrjet të vogël që nëse ti mundohesh të kalosh atë rrjetën, nëse ti e bën një herë, 2 herë, 3 herë, është pastaj bëhet normale dhe nuk e ke më atë ndrojtjen. Edhe gjithmonë kur jam shoqëruar me persona që nuk i kam pasur aftësitë për t'i folur dikujt, ose edhe kur kemi dalë jashtë në përbare në Berlin ose ku e di unë, gjithmonë jam munduar që ti shty, që thjesht të flasë, domethënë mundohesha ti mbushja mendjen që po foli njërë se nuk ka problem.
foli njërë, dhe në momentin që nuk i mbushej mendja, pastaj kur fillonte ti fliste, është diçka që bëhet automatike, kupton? Do s'do, nëse ti flet një herë, dy herë, tre herë, pastaj e rëndësishme është edhe përgjigja ose feedbacku që merr mbrapsht, kupton? Se nëse merr ndonjë përgjigje kështu, ku e di unë dramatizuese, domethënë që ti te ajo e dyta nuk e mendon fare që ti flasësh, kupton, sepse personi ka qenë shumë keq. Është si gjimnaz, si gjimnaz kur donim të flisnim gocave, domethënë është të vret shumë ajo pjesa, domethënë kur merri refuzimin në fillim. Shikoj, dhe ajo është gjë që duhet kaluar burë, kupton? Normalisht. Edhe okej, ne po flasim tash se i kemi kaluar 2-3 gjëra domethënë dhe i dim, po që është problem vërtet i madh domethënë, sidomos për djemt që janë edhe shqiptar domethënë, ke parasysh është një gjë që vërtet shumë le të themi e madhe se gjë që duket sikur të bie ku dëgjon burrëria apo etj, ku në fakt është thjesht një interaksion që nuk ka as fitim as humbje. Ose mund të ketë fitim, domethënë, por humbje s'ka. Po disa njerëz kanë frikë nga përgjigja negative, kupton, dhe ky është gjithë problemi i madh. Unë mendoj që nuk duhet të kesh frikë, qoftë ajo pozitive, qoftë negative, kupton. Nëse ti nuk e provon, kur nuk do ta dish se çfarë do jetë përgjigja, kupton? Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që ti gjithmonë duhet ta provosh mirën e parë. Nëse ti mendon që okay, ajo e zë, mos ai do thojë jo për diçka, atëherë je i djegur, kupton? Kështu që më mirë ta bësh se sa mos ta bësh. Atë thua. Jo në xhep e ke domethënë, çfarë do humbësh ti? E di që jo do jetë, po mos ta provosh, kështu që do ta provoni. Po që natyra njerëzore është shumë e vështirë domethënë për ta shpjeguar mënyra se si sillen njerëzit, kështu që unë nuk njoh shumë njerëz introvert, me thënë drejtën, pak te shoqëria ime shumica e njerëz ekstra, më fal, ashtu si je dhe ti, domethënë që i flet çdo njeriu, kështu që unë me këta njerëz rrethohem, të them drejtën, nuk është se kam pasur shumë bëj me njerëz që janë intro, edhe nuk dua të rri me ata, po thjesht nuk e di, më duket pak e çuditshme disa herë, kupton? Kështu që më pëlqen gjithmonë të jem me tipa që flasin, njohin, bëjnë, tregojnë. Ja ta eksplorojmë çik të pjesën, domethënë. Po të kishe një lloj vlerësimi në një farë lloj përqindje, domethënë që sa persona introvert ke njohur, po flasim për atë pjesën që janë domethënë vërtet shumë të vështirë për tu çarë, që janë tamam si një kokë rrare. Po. Domethënë sa nga këta, nga të gjitha ata që ke njohur, po nuk po flas detyrimisht për rrethin miqësor, po më shumë për me të gjitha organizimet apo njohjet, bootcamp, drejshje shejtan, çka mund të ketë gjëra nga brapa, domethënë kanë qenë një pjesë e madhe apo një pjesë relativisht e papërfillshme? Nuk e di, mund të them diku te 15% ose 20% maksimumi. Që është një pjesë e vogël. Është weird domethënë se unë jam i bindur që ti minimumi një herë ke provuar domethënë që të flasësh me njerëz. Jo, unë zakonisht e kam këtë dëshirën që kur e shikoj që është shumë intro, domethënë mundohem të flas edhe mundohem ndonjëherë që të zbuloj nga ai personi, edhe them po pse kështu. Edhe normalisht që secili shpjegon atë karakterin e vet, po jo jam kështu, se kështu më ka ndodhur, se nuk kam qef, e ke parasysh dhe mundohem që ty të bota aty X personi, edhe ndonjëherë është totalisht shumë e vështirë, ndonjëherë them pse po i futem kot, kupton? Ke parasysh se unë s'kam lidhje fare me këtë person, kështu që unë dua një person si unë që të përshtatem, po që okay, është disi kështu e lezetshme domethënë kur merresh, edhe jam munduar gjithmonë që t'i zbuloj njerëzit, po që ai sa kam pasur mundësi. Ke dëgjuar ndonjë histori weird plako? Kështu ka këta lloj individësh? Edhe po të kem dëgjuar nuk janë për podcastin e Buçit. Kjo ishte pyetja e dur. Shikoj, ne miq jemi intelektual, respektojmë privatësinë e tjetrit, çu e dini ju. S'ka shaka. Patjetër. Plako bootcampi, si përkufizohet kjo puna që bën ti tash, domethënë, nëse të pyeti njëri se edhe një pjesë e madhe e njerëzve, domethënë, nga gjërat që sa fillon me coding, me gjëra me kompjuter për shembull, them të drejtë njëri me të paditur, kupton, edhe shumë gjëra kur njerëzit i thonë gjithë ato punërat për shembull që lëvizin të mirë paguara, remote etj, jo domosdoshmërisht neve e kuptojmë domethënë se çfarë bën individi direkt domethënë. Edhe kjo është pyetja. Në lidhje me bootcampi mund të them se domethënë nga eksperjenca që kam pasur pak në këtu në Berlin, jam shumë i sigurt, ndoshta jo të gjitha bootcampet, po gati 80% e bootcampeve janë totalisht skem. Domethënë mendoj që një person që ka dëshirë të mësoj programimin do mësonte shumë më mirë nëse shpenzonte, le të themi 2-3 muaj me një programues që është senior në këtë rast, se sa të bëj një bootcamp që është për 1 year, kupton? Nuk e rekomandojmë domethënë. Jo, është domethënë me atë që kam kaluar si eksperiencë edhe nga miqtë edhe shokët e mi që e kanë bërë më përpara,
totalisht nuk ja rekomandoj njeriu, thjesht shpenzim lekësh. Kështu që mendoj nëse ke dëshirë mund mësosh edhe në shumë websajte që janë nëpër internet, në YouTube. Domethënë çfarë ke dëshirë, mund ta mësosh vetë kur vjen te programimi, kështu që Po si ka mundësi që këto që ndrojnë edhe mbajnë në këmbë, domethënë janë të suksesshme edhe marrin akoma njerëz apo janë thjesht njerëz domethënë që i duhen letrat, i duhet diçka. jo, mendoj që këto mbizotrojnë akoma për arsye sepse janë korporata e parapunës shumë të fuqishme, janë të lidhura me shtetin edhe ashtu siç e di janë të sponsorizuara nga agenturë Führerarbeit ose Job Center, kështu që deri në momentin që paguan shteti, dikush merr një bootcamp, shkon një vit atje, mëson diçka, ndoshta nuk mëson 100%, po mëson 40% ose 50%, varet edhe nga individi. Atëherë pse mos të vazhdoj? Normalisht që vazhdojnë edhe rriten normalisht me teknologjinë edhe me ndryshimet që po vinë në botën e digitalizimit është totalisht domethënë numra. Unë mendoj që programuesat janë bërë si kamarierë tani, kupton? Nëse i marrën mend kamarierët që kanë Ose juridiksa juridiksat në Tiranë, njësoj mendoj, kupton, shumë po shtohen, po ku do shkojnë? Ky është problemi, kështu që. Kjo është një frikë e madhe kur tani kur dëgjon të gjithë ato kinezin kisha dëgjova para ca kohësh, dëgjova edhe një dy tjerë që po thoshin që ideja është që ne po mundohemi të bëjmë një lloj programimi që të jenë humen, që mos të ketë njëri edhe me inteligjencë artificiale, domethënë që të ketë sa më pak domethënë human input edhe në disa rrjete domethënë është qarkullon një farë lloj ndjenje sikur kjo është kështu ishte dikur up and coming, tani është going, domethënë tani është diçka që thjesht po fillon të largohet prap. Në lidhje me AI mund të them që normalisht që teknologjia, domethënë sa po vjen edhe po rritet, po nuk besoj që do vi një moment që mund të na zvendësoj plotësisht. Normalisht që është bërë shumë e vështirë për position qoftë si e junior që të gjesh një vend pune, patjetër. Edhe po ndihmon shumë ata që janë senior, për arsye sepse ti mund të futesh në ChatGPT edhe të pyesësh diçka, edhe mund të futesh në Bing ose kudo, ka shumë platforma dhe tools të tjerë që mund t'i përdorësh. Po që nuk besoj që do vi aq shpejt ose aq kollaj momenti që nuk do kenë nevojë për ne, patjetër. Bëhe mirë, bëhe vetë, siç e bën dora njeriu, besoj që ka për ta bërë roboti sido që të jetë. Interesante kjo pjesa. Sepse unë flas për të domethënë se normalisht një pjesë të gjysh të buçi podcast normalisht janë të rinj, po flasim për një pjesë diku të 20% për shembull që janë në moshën 19-20 vjeç, edhe më janë pikërisht ata persona që kanë filluar një shkollë ose do të fillojnë një shkollë domethënë, edhe është një trend jashtëzakonisht shumë spektakolar në Shqipëri domethënë, e kupton, për të bërë programmer, I don't know, coder, software developer, front-end, back-end, unë se di se si, unë as nuk e di se çfarë janë, domethënë thjesht i kam dëgjuar se e kupton, ai shumë trend është gjëja, domethënë saqë edhe unë si njëri që jam i shkëputur nga gjëja, i kam dëgjuar. Ti ke bërë pak Pascal tani, mos gënje për gjithë dëgjuesit. Po unë kam bërë Pascal dhe kam qarë, po ideja është që mbaj mend një gjë. Asnjë lloj. Po, sidomos në Shqipëri tani edhe me punën remote, unë kam gati 2 vjet që punoj nga shtëpia, edhe në Shqipëri njoh shumë çuna që bëjnë nga 2 punë, që kanë projekte si me Europën dhe me Amerikën, marrin 2 rroga, fitojnë gati 4.000-5.000 euro neto edhe mirupafshim, domethënë nuk kanë çfarë duan Gjermaninë ose Europën fundit sepse janë te vendi i tyre, fitojnë lekë më mirë se ne këtej edhe. Kështu që kjo mirë, po shiko, fakti që ti ke 1-2-3 persona të zgjuar të suksesin, domethënë nuk e janë shkalon faktin që janë diku për çdo një nga ata janë 400 të tjerë, domethënë që presin radhën. Po, patjetër. Okej, nuk më thënë që janë gjithë çunat, po them që ka shumë personazhe që punojnë nga 2 punë dhe marrin rroga shumë mira sot e kësaj dite në Tiranë, kështu që. Po. Domethënë le të themi si përmbledhje të kësaj pikës së shkollimit, ti thua që nëse ke një farë lloje interesimi, domethënë genuine, genuine sa bukur e thash. Një farë lloj interesi të sinqert, domethënë për të mësuar, ose vërtet të intereson dhe vërtet e sheh veten, ti thua që është më mirë të shpenzosh resurset në diçka tjetër ose në një lloj mënyre tjetër sesa po të bësh kështu bootcamp se më the tash. Nëse ka bootcamp që janë super professional edhe ku e di unë paguash shumë lek, varet sa lekë, edhe unë bootcamp im ka kushtuar diku te 30k, kupton, kështu që nuk është se ka kushtuar pak, po ta marrësh tamam. Domethënë ti e ke edhe pjesa tek sa kushton me performancën, çka të jep në fund, domethënë nuk janë vlen. Në këtë kështu e kishe. Patjetër, se nëse ne mbajmë te klasa jon kemi qenë diku te 27 student
domethënë gati 30 studentë, 30k i thon 900k, 20 klasa i thon 1.8 m, kupton? Kështu që po ti bësh llogarit, imagjino sa fitojnë ata dhe çfarë marrin studentët në fundit, kështu që mendoj që varet dhe ku i shpenzon, varet ku i paguan ato lekë, varet çfarë bootcampi është, kupton se jo të gjithë mund të jenë niveli i fundit le të themi, ose ku e di unë, nuk është se dua që ti disinformoj njerëzit, unë flas thjesht për eksperiencën që kam kaluar dhe për personat që njoh. Domethënë shokët e mi që kanë bërë të njëjtin bootcamp ose Normalisht duhet të bësh si për shkollat e larta, por edhe ne kemi bërë research sa na kanë plasur të kokës kur kemi filluar. Kështu që marrë mendja njëta gjë është, duhet të pyesësh një çik vredall, duhet të shikosh ca reviews, ca gjëra, mundësisht eksperienca personale, domethënë do ishte më mirë akoma që të kesh dikë që të thojë të vërtetë nëse si ka qenë etj, domethënë e kërkon atë. Po që interesante kjo pjesa domethënë për të vajtur me një tjetër që është gjanë në fushë dhe e ka bërë përpara, domethënë sepse ne e ke parasysh që thoshin baballarët apo pleq në Shqipëri, domethënë që i vetë ustaj nga mbrapa i merr zanatin edhe në këllë pa buke etj, më thënë thash, domethënë në fakt për një pjesë shumë të madhe të profesioneve, domethënë sidomos le të themi këto që kanë pjesë të bëjnë me menaxhimin, që mund të flas, domethënë se të tjerat nuk është se i njoh në detaj, nuk mund të flas me aq rrjedhshmëri, po ke bërë shkollë, ke plasur kokën normalisht, domethënë student mesatar kam qenë, ose le të themi pak më mesatare, okay. Profesionin edhe punën, përditshmërinë, domethënë e kam mësuar, le të themi në 95% të saj nga inxhinieri Thomas Jani, që nuk na shikon se është gjerman dhe nuk e kupton se çfarë po flasim. Po që gjithsesi e përshëndesim, edhe ishin domethënë një volum shumë i madh informacioni, një volum shumë i madh mbi sistemin, domethënë se si funksiononin gjërat me përditshmërinë e tjera që nuk ishin përmendur asnjëherë në asnjë lloj faqe të asnjë lloj libri apo teze apo skripti që ne kemi pasur domethënë në universitet. Okay. Se po flasim për universitet, po flasim për TU, po flasim për bojt, nuk po flasim për gjëra domethënë që nuk janë të kualifikuara apo që nuk janë le të themi të njohura, po flasim ato që kanë standarde mbar botërore, që njihen diplomat kudo, edhe përsëri atë pjesën e le të themi përditshmërisë të punës, punës që do bësh domethënë, e mëson me kalimin e kohës nga dikush tjetër domethënë që është babai yt profesional ose mamaja jote profesionale në një mënyrë figurative. Shiko, lidhur me Berlinin, domethënë dhe me këto universitetet shtetërore, unë nuk është se kam eksperiencë, nuk e kam mbaruar shkollën në shtet këtu, po ideja është që me çfarë kam pyetur dhe ato informacione që kam mbledhur është që këtu ndryshon shumë fare nga Shqipëria, këtu të jepet shumë mundësia që të praktikohesh, të jepet shumë mundësia që të gjerësh sallat e duhura, të punosh me njerëzit e dur, të marrësh ndihmat e duhura, kupton, është shumë ndryshe. Unë mendoj që është si dita me natën tani. Ti ke pasur dhe podcaste të tjerë lidhur me arsimin në Shqipëri dhe besoj që nuk ja vlen fare që të flitet, është komplet një zero e madhe, kupton. Lloj skema që kanë profesorët në për më mirë mos ta flasim këtë temë. Më mirë mos ta hapim atë kutinë e Pandorës, domethënë se na ka ngrënë shpirtin. Jo, është e vërtetë, domethënë. Këtu vërtet vetëm gjë që është e vështirë këtu është pjesa vetjake, domethënë që këtu edhe nga që në gjimnaze për shembull në shkollat mesme çfarë lloji janë ato, domethënë edukimi i karrierës është i vërtet edhe ekziston edhe bëhet, kështu që ata deri diku e din se çfarë meseleje po e hyn, domethënë, kurse ne që kemi ardhur, normalisht na është dashur shumë punë, na është dashur shumë eksperiencë, kemi dështuar në ca gjëra etj. Para përgatitja këtu është aja, domethënë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Edhe nëse kemi pasur këtë në Shqipëri, çfarë para përgatitjes ke pasur, nuk e di fare, por thoshte filani, kjo është gjë e bukurike, ke parasysh. Po më amendja mbasi e ke ditur, mbasi e di se çfarë do studiosh, mbasi e di e vendos në çfarë lloj forme do ta studiosh, do ta studiosh në shkollë të lartë, do ta studiosh në universitet apo do ta bësh studim dual, domethënë, nëse ti e ke të qartë ato gjëra dhe i ke vendosur ato gjëra që normalisht unë s'dua të përsëritem se kemi folur edhe në episode të tjera, pastaj është e thjeshtë, domethënë, nëse ti do të bësh dikush që është i fortë shkencërisht, domethënë do të shkosh në një universitet të drejtë dashur edhe për gjitha kërkimet ke bazament, ke njerëz që janë të interesuar për të bërë ato, e gjen infrastrukturën. Nëse ti do të hysh biznesit e të punosh në privat, domethënë siç e kam bërë unë, shkosh në një shkollë të lartë, edhe janë më të vogla, ke më shumë mundësi për të thelluar në pjesët tua, domethënë dhe ja gjen rrugën. Ka disa shprehje që mund të kemi dëgjuar, domethënë kur kemi qenë në Shqipëri, të tipit që s'ka si shëndetësia në Gjermani, s'ka si shkollat në Gjermani, po kur vjen këtu edhe provon vetë del në disa përfundime. Lidhur me temën që po flet, jam shumë i sigurt që
Në qoftë se je javë dhe ke talent, këtu mund të bësh dikush dhe këta ta japin mundësi vërtet. Domethënë, kësaj gjëje i qëndroj vërtet. Është sepse fundja je në një vend, je në Europë, kupton, nuk është je në Shqipëri që duhet të paguaj babi 5.000 euro që ti ta marrësh vendin e punës ose ku e di unë. Këtu nëse ti tregon talent, përkushtohesh, ditë punosh, ditë ju tregosh atyre se cili je ti në të vërtetë, unë mendoj që ti mund t'ja dalësh edhe mund të bësh dikush. Edhe kjo është opsioni më i mirë, edhe kjo mund të jetë këshilla që mund t'jap atyre shqiptarëve, të cilët të pakët që kanë ngelur atje. Edhe pse ndoshta duket si një thirrje që lëreni Shqipërinë dhe hajdeni këtej, po mendoj që ata që kanë talent mos ta djegin veten atje sepse është gjynaf i madh. Po. Shumë e qartë, shumë e pastër. Plako, ke ndonjë projekt aktual, ndonjë gjë të bukur që ke bërë kohët e fundit? Kemi shumë projekte. Për momentin po punoj në një dating app. Është një dating app, quhet single.al. Si fillim dua të falenderoj Kristin, i cili është kreatori i këtij api, edhe që më ka dhënë mundësinë të punoj bashkë me atë. Është një dating app që ne kemi ndërtuar për diasporën shqiptare, për arsye sepse diaspora sa vjen edhe rritet normalisht. Është një dating app ku ti nuk e di, besoj e di Tinder ose Bumble që përdoren në Europë. Unë? Jo, unë s'përdor ato gjëra, s'digje unë ato. S'dinë na joj nga këtë. Nuk digje në na juaj. Mund të them që është same si Tinderi njësoj, domethënë vjen në dy gjuhë, është në shqip edhe në anglisht. Normalisht që aty folësit janë, shumica e tyre gati 85-90% janë shqiptar. Edhe menduam që domethënë është ideja më e mirë si ti lidhim ose si shqiptarët të qëndrojnë të bashkuar me njëri tjetrin, kupton? Domethënë është një mënyrë ku ti mund të njohësh persona me kombësinë tënde, që flasin shqip, ku mund të krijosh lidhje serioze dhe mund të ruash traditat. Aplikacioni është ndërtuar që në vitin 2017, po kemi qenë pak mbrapa me pjesën e marketingut edhe besoj nga ky muaj do filloj marketingu i vërtet për single.al. Është përrallore, pothuajse epike, domethënë që ti qëndron karakterit edhe siç ke qef në jetën e përditshme të bashkosh njerëzit, domethënë dhe ti ngacmosh edhe ti shtysh edhe punon edhe nga pjesa teknike edhe inxhinierike, domethënë si në këtë pjesë punon për një app të tillë që i bashkon njerëzit, domethënë. Kjo është një thirrje beqarëve. Kjo është thirrje për Uliadin, sepse mbaj mend te një podcast që keni bërë bashkë. Uliadi ka thënë kërkoj nuse, kështu që Uliad të erdhi dita valla. Po pra, sa e bukur do jetë, sa e bukur do ta jesh marketing person. Ku do e gjej nusen Uliadi? Single.al. Është spektakolare. Uliad, kjo është një challenge, zotëri i dashur, duhet të përgjigjesh, domethënë me shkrim, madje, kështu që do të gjejmë nuse, do s'do ti. Atëherë mund të tregoj pak më shumë rreth single.al-s. Kemi gati 50.000 shkarkime dhe deri tani janë diku te 100.000 users që e përdorin aplikacionin. Mund të jap një shpjegim se si mund ta përdorësh. Normalisht mund ta shkarkosh free, është falas pa pagesë, po në qoftë se do mund të kesh dhe një account premium ku opsionet për bërë match me persona të tjerë do të jenë më të larta dhe ka një çmim shumë modest, diku te 12 deri në 18 euro në muaj, kështu që është diçka që mendoj çdo kush do ta paguante. Edhe normalisht që ju sugjeroj, besoj do gjeni dashurinë e jetës. Na vijnë akoma mesazhe që thon përshëndetje, gjeta dashurinë e zemrës time, shumë faleminderit. Plako të ka bler njëri këpuc që shi blihet në blerësit në Shqipëri? Sa këpuc do më ishin bërë, po të më kishin bler vërtet. Pa, kështu vëmendje, miq të dashur, vëmendje. Nëse jeni single, edhe nga dëshira po të jeni single, po edhe nga halli, domethënë e keni një e mirë e single.al-s është që ti mund të futesh në aplikacion dhe mund të kërkosh persona që ndodhen në rrethin tënd në Berlin, mund të vendosësh një perimetri, le të themi 20 kilometra dhe mund të gjesh persona që flasin shqip në Berlin, ose nëse do mund ta vendosësh në gjithë Gjermaninë, kupton, ose ndoshta edhe në Shqipëri, nuk ka rëndësi se ku, po kjo është e sigurt që ti mund të kërkosh persona nga Shqipëria që ndodhen në qytetin tënd dhe mund të flasësh. Ka diçka për të gjithë, domethënë, me pak fjalë, domethënë që nga do ta duash nusën Diesel 3, e ke te single.al, e ke gati. Mund të kërkosh edhe nëpërmjet preferencave, nëse ajo është
ku e di unë, Bricjapi, mund ta kërkosh si një Bricjap ose Bricjapi, sa kisha pa dëgjuar si fjalë Bricjapi. Përshëndesim të gjithë Bricjapët, na bëni komente. Spektakolare. Edhe sa kohë ka që është në treg aplikacioni? Aplikacioni ka gati 3 vjet që është në treg. Është krijuar, siç sa thash, në 2017, po 3 vite ka që po punojmë rreth aplikacionit edhe presim që të ecim shumë më përpara. Po. Deri tani jeni të kënaqur me inputin e outputin. Patjetër me mesazhet e njerëzve të cilat janë falenderuese dhe kanë zgjidhur punë deri tani, normalisht që na shtyn dhe na motivon për të ecur akoma më përpara. Shefti shumë Mund të jetë një interesant. ndër aplikacionet e vetme shqiptare, domethënë që ka një ranking shumë të mirë në Google, nëse ti je në Shqipëri ose nëse je tani në Berlin, nëse do ta përdorësh me VPN shqiptare dhe të shkruash në Google lidhje serioze, aplikacioni i parë ose website i parë do të dalë single, do ta lë, kështu që është spektakolare. Po puna plako është e vështirë, të bësh diçka të tillë, marrja kërkon koordinimin si nga kreatori me të gjithë ata, e goxha e komplikuar. Patjetër është pjesë e punës, le të themi, kupton, është pjesë e programimit që po nëse ulesh edhe do të nxjerrësh një produkt, domethënë besoj që mund t'ja dalësh patjetër, nuk është se ka ndonjë gjë të vështirë sot e kësaj dite. Spektakolare. Shumë mirë, ju urojmë shumë suksese single.al. Djalit që ti përmendë përpara dhe Aurelit personalisht, për të gjithë interesuarit në Spotify edhe në YouTube, në description ose në përshkrim, e thënë shqip, do gjeni linkun që do ju çoj direkt për ta shkarkuar aplikacionin që në qoftë se ju jeni të interesuar. Po vendos edhe një promo kod, ata që shkruajnë Buçi Podcast do të kenë 50% ulje. La stopa pure file, e shikon, kështu që nxitoni, miq të dashur, nxitoni, shkarkojeni single.al, jepe promo kodin Buçi Podcast edhe bam, e shikoni kurseve, edhe ke më shumë lek për first date, e kupton, që ta bësh të magjishme fare, e kupton, e ku ka më mirë. Kafet i pari. Urdhë? Që ti paguash ti kafet i pari, jo ajo. Po. Është mirë menduar, miq, kupton, shiko, ka menduar filani për çdo lloj detaji të mundshëm, je flak fare, domethënë, kështu që mos nguro direkt për single.al dhe jemi flak. Të rrethon kjo, plako, ti ke një kështu, ke si një re, thash me 2 r, si një re, domethënë që të kudo që vete e ke me vete dhe je gjatë gjithë kohës rriet. Je gjatë gjithë kohës duke lidhur njerëz, domethënë, duke organizuar gjëra, hajde merret të bëjmë atë, domethënë, është gjë e bukur kjo. Mendoj që njeriu shkon gjithmonë atje ku do, kupton? Kështu që nëse kjo është diçka që unë e bëj me pasion edhe më pëlqen, unë aty do qëndroj gjithmonë edhe jo më kot jam këtu, le të themi, sepse është diçka që më pëlqen, dua që t'i bëj gjithë shqiptarët bashkë, normalisht, edhe pse është shumë e vështirë. Me eventet tona që kemi pasur rreth grupit, rreth komunitetit shqiptar Illyrian Brains, ndoshta shumica për jush. A do të lidhja unë te Illyrian Brains Berlin, domethënë, se normalisht s'do ti, domethënë, je fytyra, je le të themi ajo shield, parzmorja e Illyrian Brains Berlin, domethënë, pasi ke investuar një kohë goxha të madhe, domethënë, pavarësisht se edhe ne që jemi pjesë, le të themi, të tjerë që bëjmë organizime, domethënë, sidomos të kohët e fundit, se përpara ti e ke menaxhuar që një zotë disi si ke menaxhuar, ta bësh gjithë vetë, domethënë, por që duket që ka një farë lloj interesi që nuk është normal, në kuptimin e mirë të fjalës, nuk është normal, domethënë që i kalon disa gjëra, i kalon disa, le të themi, racionalitete ose subracionalitete që njeriu i bën thjesht nga të përtuarit, nga që s'ka kohë, nga që ka këtë gjë tjetër, po ka këtë, ka atë, këto edhe mund të lëj gjëra më njan, po vihet re, domethënë, te ti që goxha i investuar, domethënë, edhe më intrigon pak ky fakti, domethënë. Kur je bërë pjesë, si e ke marrë vesh ti që ekziston diçka e tillë? Atëherë do të jap një përshkrim se si ka nisur gjithçka. Mbaj mend që ka qenë para një viti, domethënë, edhe dua ta përshëndes personin, është Adriani. Edhe ti e njeh, Adriani është një ndër software. Përshëndetje Adrian, bëj like edhe koment. Luanim një ditë futboll, si çdo të diel që luaj me çunat këtu në Berlin, edhe duke folur aty më tregon që është një grup
që quhet Illyrian Brains, mund të marrësh pjesë sot. Edhe unë isha shumë kurioz, thjesht doja ta dija çfarë ishte Illyrian Brains. Çfarë është qjolla? Edhe më thotë që kështu mblidhemi, thotë, bëjmë evente çdo muaj, më tregon kemi një komunitet shqiptar. Thash patjetër do kisha dëshirë shumë, thjesht më jep emrin e personit që duhet kontaktoj. Edhe ditën tjetër kontaktova personin e dur dhe prej asaj dite jam organizatori i Illyrian Brains për Berlinin edhe koordinator për gjithë qytetet e Gjermanisë. Për arsye se Illyrian Brains shtrihet diku në 7 qytete në Gjermani dhe normalisht në 38 qytete të tjera në gjithë botën. Kështu që mendoj që është komuniteti më i fortë dhe më i madh i profesionistave shqiptar. Domethënë ne jemi diaspora. Është diçka që e kam pasur qef që nga dita që kam marrë pjesë, edhe kjo është arsyeja që ti edhe përmende më sipër që ku i gjen energjitë ose pse harxhon kaq kohë. Është diçka që thjesht më duket sikur nuk harxhoj kohë dhe pse jap gati 50% të kohës time në Illyrian Brains. Punoj fort për grupin, normalisht e di shumë mirë prej disa muajsh edhe ti pjesë e organizimit në Illyrian Brains Berlin. Edhe di si është punosh me njerëz edhe sa e vështirë është që të krijosh evente muaj për muaj, ndoshta edhe 2 herë në muaj, domethënë kemi arritur të bëjmë edhe 2 evente në muaj për arsye sepse kemi shumë njerëz. Edhe kjo na ka shtyrë që me që kemi shumë njerëz t'ju japi mundësinë të gjithëve që të vinë në takime dhe prandaj kemi ndar takimet, një në fund të muajit që është official nga Illyrian Brains, edhe një në mes të muajit që zakonisht deri tani kemi marrë disa tema të ndryshme që kemi organizuar, si eventi parafundit që kemi bërë me çunat për Tech Talks, që kishim gati 24 pjesëmarrës që ishin gjithë interesuar në fushën e tekut. Po që le të themi deri tani na ka ecur mbar, po rritemi, edhe besoj që jemi në rrugën e dur. Patjetër. Unë falenderoj, domethënë që edhe më ke kontaktuar edhe më ke ftuar të bëhem pjesë e kësaj, është vërtet diçka shumë e bukur, domethënë edhe normalisht edhe unë besoj te kjo gjë, edhe mua më vjen shumë mirë që diçka e tillë ekziston, domethënë edhe normalisht është kënaqësia ime personale që të jem pjesë, le të themi, jo vetëm një ide, po edhe një projekt i afatgjatë, domethënë që në thelb fundamentalisht është diçka e mirë. Nuk ka diskutim që është diçka e mirë, nuk është këto gjërat sublime, domethënë edhe kur bëhen me gjithë qef edhe me energji të pashtëruara, domethënë që nuk ka asnjë intencioni, kanë këtë përkun gjithmonë, domethënë që del diçka e mirë, që është e vështirë të gjesh diçka negative, është diçka që të gjithë ata që janë pjesë vetëm përfitojnë. Domethënë edhe nuk kanë asnjë. Kështu që ju ftojmë, nëse ti je një profesionist në Berlin, dikush mund të na kontaktosh edhe unë njoh dikë që mund ta bëj. Patjetër, atëherë networku që kemi tani në Berlin është goxha i madh. Edhe kjo është fal punës edhe të organizatorëve, kështu që do doja t'i falenderoja të gjithë organizatorët e Illyrian Brains Berlin në të përfshirësh dhe ti për punën, sepse secili nga tyre ka dhënë kontributin e tij, edhe kjo është diçka që vërtet na ka ndihmuar për të arritur në këto përmasa që kemi çuar eventet tona. Kështu që mendoj që kjo ka qenë gjëja më e mirë që kemi arritur bashkë në Berlin që të rrisim, për arsye sepse në çdo moment, nëse dikush ka nevojë për një programues, për një arkitekt ose për një doktor, te grupi joni jepet gjithmonë zgjidhje, kështu që është ajo, nuk është dating app, po është një app tjetër ku mbledh shqiptarët së bashku, kupton? Kështu që kushdo nga ne që ka nevojë për diçka e merr zgjidhjen shumë më të shpejt, ndryshe nga njerëzit e tjerë, të cilët nëse nuk do të ishin pjesë e këtij networku, do i duaj shumë që të pyeste njërin, që të kalonte të pyeste tjetrin dhe të merrte pastaj një përgjigje, po me Illyrian Brains besoj që i merr përgjigjet shumë shpejt. Unë dua të rrëfej diçka nga personale. Patjetër. Diçka pse unë kam zgjedhur, domethënë, pse unë jam pjesë, e thënë shumë thjesht, domethënë, e kësaj që kur unë kam ardhur në Gjermani, një diçka e tillë, jo vetëm që nuk ekzistonte, po as nuk i kishte kaluar në mendje njeriu. Normalisht ne kur pinim bira, domethënë, apo kur shikonim kështu te shkolla që mblidheshin jo ruse, jo bieloruse, kupton, na binte pika, thoshim siç e kemi ne në fillim, domethënë që u bën këta, pse ta kemi këta, mos ta kemi ne. Normalisht i kishim të lloj gjëra, domethënë, por nuk kishim asnjë lloj infrastrukture, nuk kishim asnjë lloj nizme etj. Dhe kjo gjë vihet re, sidomos domethënë kur je i ri, sidomos kur duhet diçka, sidomos kur je student, kupton, të duhet dikush që të lidhesh më pas, të duhet një komunitet. Ore,
Edhe në fundi fare nëse të duhet as inxhinier as arkitekt, mund të duhet thjesht dikush do të takosh disa shqiptar. Aty fillon çdo gjë, e kupton, nga humaniteti, nga njerëzillëku, domethënë. Ti do të ndihesh mirë diku dhe çdo gjë tjetër pastaj vjen nga pas. E kupton, çdo gjë tjetër si lidhje profesionale, ti mund të gjesh mentorin aty, mund të gjesh dikë që do të mësoj profesionin siç e thetim përpara, mund të gjesh dikë tjetër që mund të gjejë një punë. Pikërisht. Ose atë, e ke parazysh. E kupton, po që nëse se gjen atje, e gjejmë te single pikal. Kështu që ideja është domethënë që unë kam ditën që unë kam marrë vesh, unë kam pasur mbrojtjen e diplomës për këtë gjë. Unë kam mbrojtur diplomën atë ditë, domethënë, në orën 9, në orën 11 kam filluar me të pirë, e në orën 7 miku i Mario që e përshëndesim, se është Patreon i Buçi Podcast, që gjejmë rastin të falenderojmë ta marrë çik të kohë, falenderojmë të gjithë Patreonët e Buçi Podcast, që do dalin tani këtu, tek kjo pjesa këtu poshtë. Dhe sa që shiko plako, është diçka, mblidhen profesionistë shqiptar, të shkolluar bashkë me njëri tjetrin, dhe kjo gjëja quhet edhe Illyrian Brains, kështu që është dopjo për ty, kështu që duhet vish se s'bën. Edhe unë mbaj mend, nuk kam qenë esull, kur kam ardhur domethënë edhe kam pasur, ja kam kaluar jashtëzakonisht shumë mirë dhe që atëre vendosa domethënë që okay, unë do vi te kjo gjëja sa herë të më jepet mundësia, pastaj normalisht ne u bë me shokët e tjerë, filloi hapja, demokratizimi, decentralizimi e tjerë, edhe tani jemi aty ku jemi, ku bashkë me shumë të tjerë, domethënë jemi organizator të Illyrian Brains, kështu që okay, faleminderit për këtë gjë e parë, domethënë që më dha mundësinë për të. Edhe unë duhet të pyesja në fillim te gjeneza e gjithë gjës, domethënë, okay, ti vajte herën e parë. Që herën e parë u bërë organizator si vete Robi, nga hera e parë që vete si guest, domethënë si mik, si i ftuar apo etj, si pjesëmarrës, vendos që do e bëj unë këtë që domethënë. Si të lindi ideja? Jo, ideja ishte që të them të drejtën edhe lidhur me atë që çka përmendëm më përpara. Ti ke ardhur shumë herët se mua në Gjermani dhe normalisht që atëherë dhe shqiptarët kanë qenë më të pakët edhe normalisht që nuk do t'i shkonte mendoj mendja dikujt që të hapte le të themi një Illyrian Brains, kupton, ndoshta ka pasur grupe të tjera patjetër dhe ndoshta ti dhe unë nuk i dim sot e kësaj dite, po mund të kenë grupe që mund të kenë me 15 veta, 20 veta maksimumi, kupton, nuk ka qenë një gjë big. Po me kalimin e kohës, pak në këto 5 vitet e fundit, normalisht shqiptarët janë shtuar shumë, edhe lindi kjo ideja ka lindur nga Milano, sepse atje është krijuar si fillim, po unë kam qenë gjithmonë i idesë që unë dua të jem me njerëz, e kam shumë problem që mos të jem me njerëz, kupton, dua që të kem shumë shoqëri, të njoh shumë njerëz, kupton, më ndihmon kjo për të ecur përpara, është person social domethënë. Është personaliteti im. Edhe hera parë ku mora pjesë, dhe më duket se dhe ti ke qenë atë ditë, domethënë ka qenë dita e diplomimit që ke pasur ti. Ai ka qenë dhe eventi i parë për mua, me sa mbaj mend. Wow, unë se dija këtë për shkakun. Po, ai ka qenë eventi i parë dhe për mua dhe unë thjesht erdha aty, para me ka qenë dikush tjetër që ishte organizator për qytetin e Berlinit dhe pastaj më kaloi mua organizimi, kupton, edhe ishte diçka që e mora me qejf, se e dija që do ta bëja dhe ja ku e solla, kupton. Domethënë nuk më duket si punë, më duket thjesht si një pasion ose si një diçka që mund të bëj në kohën e lirë shumë mirë. Kupton, edhe kjo ishte rruga. Pastaj është sa të futësh këmbën, nëse fut këmbën edhe jep pak përkushtim, edhe punon fort, besoj që mund të arrish patjetër. Kështu që unë mendoj që deri tani është në rrugën e dur. Spektakolare. Në qoftë se ju jeni të interesuar, miq, të jeni pjesë e një, le të themi, ore nuk kemi nevojë fare të jemi modest. Është le të themi kemi krijuar një farë lloj ajke të mërgatës shqiptare, edhe normalisht ne me shumë dëshirë do donim që ky rreth të zgjerojë me njerëz të mirë si juve që po na dëgjoni domethënë dhe të aftë për diçka. Kështu që nëse keni interes mund na kontaktoni gjatë gjithë kohës edhe do ju bëjmë të mundur lidhjen. Pak rëndësi ka, normalisht është me thjesht për ne të dy, nëse ju vini në Berlin, po kudo që të jeni domethënë mund t'ju referojmë tek persona të tjerë. Po që nisëm sublime plak. E kupton, është më pëlqen si që edhe shpresoj të vërtet domethënë që të krijojmë një farë lloj ngrohtësie tek të gjithë ata që janë pjesë e kësaj gjës. Shpresoj që vërtet domethënë të japim maksimumin tonë gjithë kohës, jo se ne nuk e japim, ne
të gjithë. Shiko, e di ai lart, domethënë se siç je ti që the që në fillim përpara që isha në punë plak, punova deri kaq deri aq, edhe unë, edhe 1 orë gjysmë në trafik etj dhe prapë merrem me gjërat. Normalisht ne po japim maksimumin, po shpresoj që edhe të pritet nga pjesa tjetër, domethënë atë lloj mënyre edhe të jetë rruga jon për të arritur tek qëllimet tona, domethënë sa më e thjesht. Këtë vërtet e shpresoj edhe ta uroj ty personalisht, po edhe të gjithë neve. Unë mendoj që mund ta realizojmë me personat që kemi pjesë në organizim, në grupin organizativ dhe me gjithë ata që na mbështesin gjithmonë dhe me fjalët e mira që marrim, se fundja na intereson dhe kjo na duhet një feedback pozitiv që shiko se po e bëni mirë ose shiko se po e bëni keq edhe ne të bëjmë ato lëvizje që duhet të bëjmë. Po besoj që po ecën shumë mirë dhe nga muaj tjetër, tashmë mbas 1 viti që kam marrë Lirian Brains Tour në Berlin, që kam qenë pjesë e organizimit, kemi menduar që të fillojmë me të ftojmë personazhe kryesor, personazhe nga bota e tekut ose nga bota e nuk e di, arkitekt ose njerëz të ndryshëm që janë profesionistë. Njerëz post akademik, njerëz të formuar, të shkolluar etj. Kemi dëshirë që t'i ftojmë, edhe në qoftë se njihni dikë që do të donte të ishte pjesë e eventit ton, atëherë mund t'i shkruani Buçit ose mund na shkruani në LinkedIn ose në Instagram dhe patjetër që jemi pro kësaj. Spektakolare. Plako, cilat janë planet për të ardhmen, afatgjate kryesisht? Si për Lirian Brains, po edhe për gjërat e tjera që folëm përpara. Planet. Atëherë planet janë shumë, unë zakonisht nuk kam qejf t'i tregoj planet, për arsye sepse sa herë që i kam treguar, kur nuk janë realizuar. Kështu që nuk e di a nuk do i tregojmë. E lëm, e mbyllëm. Fap, le të lutem, nuk ka nevojë. Nuk i bëjmë jinx. Sa mbaj mend, kemi folur te Tavolina podcast kur jemi mbledhur me çunat një temë të tillë me fatin, syrin, qimen edhe ku e di unë, kështu që po. E folur për Besetnit, zotërinë të dashur në description, linku i episodit Tavolina podcast, do kënaqeni fare. Po që mund të them që të paktën dhe 5 vite të ardhshme e shikoj veten shumë më lart se sa jam tani dhe besoj do të arrij këtë gjë me patjetër. Po besoj që ta urojnë të gjithë miqtë tanë të Buçi Podcast, edhe ta uroj edhe unë personalisht. Ishte kënaqësi, miku, jam shumë faleminderit që kishe këtë bisedë me mua, e kupton. Nesër do të shkruaj të pim një kafe personalisht për gjërat tona, që mos i marrni vesh gjitha këta. Patjetër. Unë të uroj gjithë të mirat dhe jashtëzakonisht shumë suksese, miq të dashur. Ky ishte episodi i Buçi Podcast. Këta janë njerëzit që Buçi Podcast ju sjell. Ky është niveli i bisedës në Buçi Podcast, kështu që mësoni, sepse nuk e ulim pjacën në asnjë lloj sekondi. Kështu që like, subscribe, comment, bëuni Patreon të Buçi Podcast. Këto episodin që juve po dëgjoni në gjitha rrjetet free si Spotify dhe YouTube, ka dalë diku te le të themi 1 muaj përpara në Patreon. Kështu që mos nguroni, mbështeteni Buçi. Siç Buçi ju paguan kafe tek single.al ose kafen tënde, ti paguan kafen e asaj. Paguajeni birat Buçit edhe jemi zjarr. Kisha edhe diçka të fundit që doja ta mbyllja. Normalisht duhet të falenderuar ty për mundësinë që më dhe që të ishim bashkë në këtë bisedë të këndshme. Doja të thoja edhe unë atë shprehjen time të fundit që nuk ka rëndësi se sa fort punon, në fund të ditës të duhet fati me vete. Nuk e mbyll dot më bukur se sa kaq, kështu që ky regjistrim mbyllet këtu miq të dashur, edhe na ndiqni në episodet e tjera, bashkë mirupafshim. Buçim në Bu CHI Bu CHI podcast.